zoti Merkoçi të mbetemi sërish tek e ngarkuara me punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn, e cila për më tepër sot ka dhënë edhe një mesazh shumë herë më të fortë kundrejt klasës politike, mesazh të cilën unë do t'ua lexoj, në cilën ajo thekson se rrjetet kriminale përfshirë grupet shqiptare që bashkunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave. Sikurse edhe më parë përmes këtij kursi, këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne. Dhe duhet thënë që këtë deklarat ajo e ka bërë në përfundim të trajnimit të FBI-s për mbikëqyrjen e analizës së celularëve, ku të pranishëm ishin edhe kreu i SPAK-ut dhe i BKH-s. Tani çfarë mesazhi më i qartë duhet të adresojë Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë se kaq kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama? Po ta vesh re ajo dole aty ku unë e lash, domethënë, është mesazh që drejtohet gjithë politikës shqiptare. Jo vetëm qeverisë, të gjithë politikës shqiptare. Sepse në një mënyrë apo në një tjetër e gjithë politika shqiptare në 35 vjet. Duket sigur po ja çon Nicolas Maduros para se ta kapnin. Pikërisht pra. Është e njëjta formë. Në një mënyrë apo në një tjetër është e njëjta formë, si përmbajtje. Pastaj mënyrën se si e thot, mënyrën se si e radhit është gjë tjetër. Por forma dhe përmbajtja janë një. Mënyra e radhitjes është një përpara, një më mbrapa. Por mos harrojmë edhe pjesën tjetër që është, unë tashmë mund të them që këtë deklaratë mund ta quash si raporti 2026 apo raporti 2025-sh, Dhe sa herë kemi ngritur problemin e drogës, të droga, pastrimi parave dhe korrupsioni, krimi organizuar, të ndër çfarë janë këta? Kjo është mafia. Ajo nuk ka arritur të thotë fjalën mafia. Se të gjitha të tjerat i ka thënë. Por në përkufizimin e mafjes kjo është. Përkufizimi i mafjes kjo është. Dhe pse Rama ju hakarrua SPAK-u dhe i tha mos guxo të marrësh telefonin tim? Dhe ishte hakrim, ishte kashillim, ishte kërcënim. Mirë po, e të gjitha çfarë po ndodhi. Dhe çka ka ndodhur në Shqipëri? Duke marrë që me shqitjen e territoreve, që me dhënien e njerëzve të cilët janë të lidhur me agjenturat e huaja, ka bërë që Rama dalin trafik kombëtar, sepse prek cënon rën interesin kombëtar. Por duke cënuar interesin kombëtar shqiptar, ai ka cënuar dhe interesin kombëtar të Amerikës si thjesht, jo vetëm nëpërmjet drogës, por nëpërmjet pikave strategjike, siç është porti i Durrësit. Dhe jo pa qëllim se aty është NATO, aty presuppozohet të vi NATO. Dhe ky ja ka dhënë dikujt tjetër, disa agjenturave të huaja, përfshi edhe kinez. Se me kinez e ka aty. Se ky Amerika tek e fundit me Ramën e ka me kinez. Me kompaninë që ky kanë ndërtuar në Francë dhe nga Franca e përcollën në Amerikë. Dhe aty ishte agjentuar kineze. Ashtu siç bëri edhe me aeroportin e Vlorës. Edhe atë, agjenturat janë. Ai sherri që u bë me Pacolli, duke sikur ishte sherri mes dy persona. Jo. Ishte se kush agjentur do e merrte. Dhe këtu tash apo nafta. Këtu janë të gjitha të rrjeshtuar, të listuar, prandaj them nuk kanë nevojë më sepse Amerika nuk ka nevojë për deklaratat tona apo për kallëzimet tona që bëjmë ne. Ata luajnë një politikë të cilën e zhveshën Rama. Politikisht. Dhe jo pa qëllim u thash që në sondazhin që bëri Rama në fund fare, prandaj është tërbu ai në fund fare para 10 ditësh ka bërë dhe kush çai doli 34%.
E Partia Socialiste kërkote që Rama të ishte kryetar. Është një rënje drastike. Dhe ai pranej është tërbu. Dhe pranej ai kërkon dhe bëjnë këto lloj kashillike se mendon akoma se do ta mbajë me këto batutat e tija. Do maj pushtetin me batutat e tij, do maj dhe do fillë. Unë kam thënë Rama do shesi çdo gjë. Vetëm e vetëm për të mbajtur atë karrige për të cilën ai është urdhëruar ta mbajë. Por kam thënë edhe tjetër, a do pranoj dhe do pranoj Amerika apo Trumpi do pranoj të dështoj para Ramës? Ka një plan B, ka një plan A, ka një plan C, nuk e di kë plan do zbatoj. Por e ritheksoj që Rama ta zgjedhë mirë ku do ta bëj burgun, në Shqipëri apo në Amerikë. Nuk i shpëton drejtësisë. Kjo është taksative. Kohën nuk e di. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën të ditur pezullimin e vizave me 75 vende ku një ndërto ishte edhe Shqipëria. Si e shikoni këtë lëvizje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Shqipërisë në këtë rast, ku ishte përfshirë dhe Kosova dhe ndërkohë ishte lënë jashtë Serbia? A ka një mesazh këtu në këtë rast që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërtojnë hap pas hapi terrenin për të ardhur tek ajo goditja e madhe ndaj Edi Ramës? Kjo është politika e Trumpit. Kjo politikë të cilët ja u tha dhe Europës, i tha kujdes me migracion. Kujdes me këtë politikë që po ndiqin se do shkatërrojnë, po afrojnë vdekjen tuaj. Pak a shumë kjo ishte deklarata e Trumpit. Vizat nuk janë ndërprer vizat turistike për shkolla, vizat normale. Janë prej ajo lotaria amerikane që quhesh për emigrim. Për emigrim një dhe ato do bëjnë një kontroll për sa i përket personave të cilët futen në Amerikë tashmë dhe dalin nga Amerika në kohën që ata ja japin, sepse ka pasur shumë emigracion. Kur ishte Bideni, ata i shkryin dyert e Amerikës, themi, me emigrim. Politika e Trumpit është të bëj Amerikën e fortë. Po Amerika që të bëhet e fortë duhet nëpërmjet ekonomisë, se çdo gjë lidhet te ekonomia në fund fare. Dhe ajo që është më kryesorja pastaj është që shumë emigrant kanë vajt aty, po aty duhet marrësh asistencën, duhet paguash, kanë bërë dhe ato pjesët të cilët shkonin lindin në Amerikë dhe merrin direkt në shtetësinë amerikane, po duke marrë në shtetësinë amerikane, pastaj shteti amerikan duhet të paguajë taksat, duhet paguajë ato të gjitha ça detyroj sipas ligjit, se tek e fundit dhe në shtet që punojnë me ligj, nuk punojnë me dëshira, dhe për të prerë këto që është një buxhet shumë i madh, për sa i përket imigracionit, një buxhet shumë i madh. Atëherë Trumpi vendosi ta bëjë dhe këtë po ta vënë re, janë në vende të cilat nuk e kanë ekonominë e fortë. Pra që vendi se por çfarë do ta bëjmë me Serbia? Serbia është ekonomikisht është në rregull. Nuk ikën serbi nga Serbia për të emi grupë për gojë si që ikin shqiptarët, apo si që ikin nga Kosova, apo si që ikin nga vendet e tjera. Se jemi të vazhdojmë, kjo është e keqja para ne që kërkojmë të futemi në Europë, ne listojmë të vendet e treta të botës. Ky ishte sinjali, kush di ta përkthej politikisht dhe diplomatikisht përkthehet në këtë formë. Ne kërkojmë, futemi ai vërtet më të madhe dhe thotë kemi realizuar dhe kemi hapur të gjithë kapituj me Bashkimin Evropian, në të njëjtën kohë që ti listohesh tek vendet e treta të botës. Tani, vendet e treta të botës, pretendon ti se ke një rritje ekonomike, ke zhvilluar vendi, në të njëjtën kohë që ti e ke rrënuar, dhe ky lloj vendimi i Amerikës ju tha shqiptarëve, jeni akoma në vendin e tretë siç keni qenë. Më 5 më paka, 5 më shumë nuk ka rëndësi, po jeni të listuar në vendin e tretë, tek vendet e treta të botës. Kaq. Ne ekonomi s'kemi, ushtri s'kemi, politik s'kemi, zhvillim s'ka, tregti s'ka, ne vetëm eksportojmë, importojmë, po ç'sa është raporti?
ne vetëm marrim malla nga jashtë, ne nuk nxjerrim gjë nga Shqipëria. Edhe atë naftë që e kishim, që e kemi domethënë, për 20 vjet na i morën. Pa dhënë absolutisht si lek. Dhe ky është sinjali që duhet kuptojmë. Jo se Amerika ka ndërprerë vizat për qytetarin e thjesht, atë që shkon, takon familjet, apo vizita të ndryshme që bëhen. Nuk ka prerë llotarinë amerikane. Atë që për emigrim është i cilësuar për edhe po ta lexosh në faqen e ambasadës amerikane, kështu thotë për emigrim. Nuk thotë as për turizëm, as për këtë, as për atë. Për emigrim. Kaq, e thjesht. Por politika shqiptare duhet kuptoj edhe një herë me këtë vendim që ne jemi të rreshtuar në botën e tretë. Pavarësisht nga propaganda që bëjmë ta, pavarësisht nga ato që llomotisin gjithë ditën nëpër media, përfundimin ne jemi të rreshtuar në botën e tretë. Akoma nuk kemi ikur në botën e tretë, sepse jemi vendi që kemi 35 vjet, si në asnjë vend tjetër të botës, që jemi vendi në tranzicion. Ne akoma jemi në tranzicion, vazhdojmë në tranzicion. Dhe ajo që unë kam thënë, dhe që ndroj prapë, dhe më kot kam thënë që Rama ta zgjedhë ku do të bëj bukë, do të bëj këtu apo. Po nëse për Shqipërinë nuk ka, domethënë mund ta anashkalojnë, kalojnë, bëjnë storollasin, bëjnë këta, ato për sa i përket sigurisë kombëtare në Amerikë nuk fal njëri për cënimin e sigurisë kombëtare. Dhe ai ka cënuar sigurinë e Amerikës. Jo pa qëllim tash, qoftë edhe me podin e dytë, qoftë edhe me gjitha pika që ka bërë me korporatët që Rama ka ndërtuar në Shqipëri dhe me veprimet që ka bërë me kompaninë që ja u ritheksoi, kompaninë që e bëri dhe e regjistroi në Francë dhe nga Franca e çoi në Amerikë është pragë e sigurisë Amerikës. Kjo është me Gonigal, është çështje e hapur sepse me Gonigali ka pasur dy dosje, një në Washington dhe një në New York. Atë New York është hap dosje New York. Dosje New York ku me Gonigali akuzohet pikërisht për dhënë informacione dhe prekjen e sigurisë Amerikës.